Për këtë traditës, dekadat e fundit shpopullimi në Shqipëri ka ndodhur në masë. Ky është një shqetësim dhe një problematik dhe sidomos në zonat rurale. Unë kam ardhur në fshatin Shtëpajnë të rrethit të Cerrikut, ku sot do të takojmë një personazh i cili emigroi në Greqi. Pas emigrimit në Greqi u kthye në Tiranë. Pas Tiranës u rikthye në vendlindje. E veçanta e këtij personazhi është përgjigjja e tij, kushdo që e telefonon, kushdo që i thërret, përgjigjet jam këtu. Po çfarë do të thotë ky personazh me këtë fjali, jam këtu? Ndjekim dhe e pyesim. Do t'i telefonoj dhe të shohim përgjigjen e këtij, si do përgjigjet. Alo? Alo, këtu jam, këtu! Alo? Alo, të dëgjoj, këtu jam! Po ku je këtu se kjo fjala juaj jam këtu ku më zotnit, shoh? Këtu ke vendin, ke vendinja ime, këtu ke hani im, ke puna ime, hajde se sa të jovë zori, hajde mi kry. Jam këtu. Të gjithë njerëzit ikin vëlla nga vendi, nga fshatrat të ti. Nëse ja dhe mi kujim, Si e? si e të shonë, si e kalon. Mirë, bashkë në që... Mërë, jam këtu. Kjo më ka habitur. Me gjithë personave që ti komunikon në telefon ose të thërrasin, jam këtu. Që ke këtë shpreje? Jam këtu sepse këtu është vendi im, historisht mi. Po si shpjegohet, të gjithë largohen nga Shqipëria, të gjithë largohen nga vendlindjet, sidomos nga zonat rurale. Ti ishe në Greqi, Po. u ktheve. Shkove në Tiranë, u ktheve. Po këtu, po pse këtu? Se këtu janë rrajat tona tash. Kjo është ajo që ne kontribuam, prezion, i viteve 60, me fjalë, dhe i viteve 80, ose më 90, edhe brezi, nga, si që thash, nga 60, edhe nga 90, kanë kontribu, jo vetëm unë, që jam këtu, po ka dhe shumë bashkëfshatarë të mi, moshës time, që janë këtu. Po ka ngellë 2, si që kemi ngellë ne, 2, 3. Trego pak për këtë historinë e këtij fshatit tënd, vëlla. Se diçka të tërhoqi që ti erdhe dhe u ngule sërish këtu, se... Po historia. Historia ne jemi ata që 14 vjeç kemi dalë në punë. Kush marron të shkollën që nuk marron të 8 vjeçarën, edhe nuk kishte mundësi të vazhdonte shkollën profesionale. Po? Që boshin, në atë kohë sistemi 14 vjeç, marron të shkollën, 15 vjeç fillonin punë. Këtu ka qenë kooperativ. Edhe ne, këto kodrat janë këtu larg, kanë qenur pemtore, ka pasur fiq, qershi, shumë rrush, arra, shumë pak arra, vreshtari më shumë. Edhe unë që i vogël, kam shkull ato rrajnë që do të shikosh i ke furra që kam unë aty, rrajnë e ke qelat. Thej që shkullje Kërçela. Po, me fjellë hapnim to 4 në ato. Që 14 vjeç? Po, që 14 vjeç. Edhe hapnim to 4 se kështu ishe politikat e sistemi. Ti bëjmë malet fusha. Dhe që atë herë na hyni ajo vendi, ambienti, toka, me fjellë, i lidhur mas tokës, mas natyrës. Më pëlqen natyra, më pëlqen vendi. Masa naj, nga të balisha një fillon pasionet duke... Sa shtëpi ka pas atyre ky fshat? Deri në vitet 90, këtu ka qenë 600 familje. 600 familje? Po. Vetëm fshati Shtëpajnë? Vetëm fshati jonë, po. Po sot thënë? Si shtëpia mund t'jen boja 700. Si shtëpia mund t'jen shtuar. Kurse si njerëz, fillorisht nga 2 ato
se çun do të janë bosh. Po nga 2 veta, prap jo janë shumë 2. Në fillim çdo lagje, këtu që jemi ne, 25 kjo lagja këtu, 25 familje, 30, këtu janë 5 që banojnë, nga ato 5, nga 2. 25 familje, 5 banojnë nga 2 pleq. Nga 2 pleq, edhe 2 që kishin 2 fëmijë, edhe ato po ikin. Por shikoj ti. 10 banorë dhe ata të moshës? Edhe ata të mosha ma të rinj po thuj se ne. Me iriu jetë të më lagje. Po jo, ka dhe një tjetër ma të shumë të po po thuj se. Me iriu lagjes. Ti e çuni lagjes dhe më thonë. I dyti ma iriu. I dyti është. Kam dhe një familje këtu që ka me blegëtori, është ma iri ai, edhe ai vitin tjetër se ke këtu. Pastaj ngelesh ti çuni lagjes. Po, mendoj, po. Çuni lagjes 65? Ke 60. Ke 60, çuni lagjes 60. Po. Ikën në Greqi, erdhen në Tiranë, nga Tirana erdhe këtu. Duke parë që të gjithë largohen. Ti investon. Punoj, po, investim. Po, a nuk e bërë një llogaria, s'di ç'a them. Unë plus investoj në mirëmbajtje këtu. Po investoj edhe mirë se investoj po edhe me krahat e mia po quhet investim, edhe kjo duhet të mia. Në shqiptun si familje, arrita tani që nga mungesa e personelit, arrita të bëhem edhe guzhinjer shumë. Guzhinjer? Piknisht tradicionale kemi ne, po arrita me gjithë gruan time që ne të punojmë vetë. Shkullë e Kërçela, fillove me shkullin e Kërçelave. Iken në emigracion në Greqi, ç'a bëre ti? Në Greqi ndërtim bëja llaç. Bëje llaç? Llaç, ndërtim. U ktheve në Tiranë taksigji? Taksigji. Erdhen shtëpanj? Tani fillova me pemtorën, fillova me guzhinën, sepse u detyruam pasanaj që të punonim vetë, edhe kam filluar atë zanatin e ri, tani mirë, edhe me drutë, bëra edhe, si e thonë, Marangos? Marangos. Bëja gji. Tani së fundmi kemi ngelur ke fura shoku, ke guzhina. Po pse shkove ke fura ke guzhina? Sepse më dhimësët ta mbyll. Më dhimësët ta mbyll. Nuk ka personel kush do punoj. Trinjtë janë ngrit gjithë pikë. Ka, fuqi punëtore. E thua këto dhe të dridhet mishi? Po më dridhet sepse ai djali që këtu që shumë i miri, që kisha unë ikur në Iland. Sepse atje paguash më mirë, nuk kam të ardhmë këtu, nuk mund bëj dot, këtë rrogën që kam tu, kishte më të drejtë. Nuk mund të lindi shtëpi. Të martoheshin. Kishte fijuar. Si është të nesmen? Unë kam qenë gjithmonë optimist. Unë këtu do jem. Se më diku me event para sa vitësh. Diku po thoshin një politikës, një politikane. Edhe më tha, ma vodhi dhe atë, më tha, si thash, qa dun, ishin ja 500 euro, thash, këtu ka humbë shpresa. Dhe më tha, atë fjallën time filloj ta përdorë dhe bësë na shpresa. Po humbet shpresa. I kam bajtë dhe tani fëmijët e mi këtu. Tani nuk e them dot, mos ikni. Se unë nuk shoh. Nuk shoh. Se më dridhet trupi dhe mishi, më dridhet se nuk shoh. Nuk shoh dritë. Deri tani kam qenë optimist, i parashikoja gjërat, deri këtu, nga këtu ka ngel stop, nuk shikoj më parashikim të ardhmen. Ndoshta duket për të qeshur kur unë them që ti je djali i ri i kësaj lagje, se je 60 vjeçar dhe je djali i ri, se ti je i dyti, se një është ai tjetri më i ri. Po është. Në këtë moshë ke fillu guzhinën. Sa e vështirë është? Asnjë gjë nuk është e vështirë për asnjërin. Nëse e bën me pasion dhe me dëshirë, nuk është e vështirë asnjë lloj zanati ose pune që të bësh. Unë se shikoj të vështirat. Unë shikoj që sa do rezistojnë. Sa do rezistojnë. Unë nuk që shoh të vështirë. Sa do rezistoj. Po si arrini që e përballoni gjithë fluksin e punës, pastërtinë, mirëmbajtjen e këtij objekti? Duke punu nga 16 orë,
se s'po të them më shumë, ose do e egzagjeroj. Dhe duke pasur atë, nuk e di ato fjalët e bukura, që them duke pasur atë që kjo duhet kështu. Nuk e di jej dot ato. Po duhet bëhet kjo. S'ka kohë kjo. Ose pasioni, ndoshta pasioni. Së fundit i ke bërë këndëlore që e ke bërë vetë. Ne kam lënë gjysmët. Se mikën kishte 2 fëmijë këtu, pastaj komshies, mikën ato në Greqi dhe nuk vinë më. Edhe s'po bëjnë krahët, kam lënë 2 kulutunce dhe 2 gjëra palyre dhe më pren krahët edhe Bëre një këndëlore për fëmijë edhe e fillove me optimizëm të madh që ti ta ndërtoje ta bëje këtë. Shumë kjo që më pyetet jo, shumë e thellë kjo për shembull. Sepse unë tani duhet kisha nipin tim 15 vjeç. Nipin unë, ata duhet ta kisha edhe për fëmijët e mi. Edhe nuk kam, pse? Se fëmijët e mi nuk bëjnë fëmijë se kanë frikë, se e shikojnë. Sa punova unë, sa u lodha unë, edhe çfarë panë. Shumë të thellë kjo që më pyete. Nuk përgjigjem dot. Një këndëlore është lënë mes. Tani që shkova ty ke kuzhina, shkove i detyruar, që mos mbyllësh këta. Për punën, i detyruar, po edhe është dhe qefi, pasioni. Po nesër, çfarë do ndodhi me këta? Të thash, deri këtu e kisha parashikuar, nesër nuk shikoj asgjë. Sepse fillon që ke shëndeti janë, që nuk kemi garanci. Unë para jave që vanusëm në Greqi më vizit. Je çuni më i ri, i dyti i lagje, se është ai tjetri është 59, ai ti je 60. Do doja të shifja aty ku ti gatuan. Edhe në qoftë se do mundesh të më tregosh pak si e bën dhe për gjitha ata hallexhin si puna jote, që çfarë do të bëjnë, se ky është një mesazh që ti po jep. Në shumë vende si puna ime që kanë këto biznese familjare, që i shoh edhe ca më të vjetër se puna ime. Ka dhe 7 vjeç. Sa i bën pasioni, sa i bën halli. Po halli, ka dhe 7 vjeç. Ja, ku vjen mamaja ime këtu, për shembull, po ta shikosh sot nuk qelloj, se vjen e herën e javë këtu. Vjen nga atje. Po ta shikosh ato me fshes. Nuk e fshi. Nuk e fshi. Na shef në gjivujnë edhe... Arrin që ti kënaqësh klientët? Tani që më the, arrit kënaqet. Kur ikin klientët, si tash ne kanë mbajtur këtu klientin, më ka mbajtur mu. Qofse më shef, se më bëri pyetje çfarë dhe s'po dija unë çfarë më. Mua më ka mbajtur kur i vinë tiranësit, familjet tiranëse, edhe kur ikin që thonë faleminderit, mua mikën gjitha lodhja, edhe një fuqi. Ndjen pak në siklet klientët se moshat e reja s'mund të thonë ty për shembull më sjellni gotë ujë, se si mund ta urdhërosh. Unë nuk njem se unë e bëj me qef kur vetë atje. Nuk e di se si njem. Klientët janë siklet që kur duan të kërkojnë diçka dhe jam bashkëpunu sepse e shikojnë. Me fjalë që shkon aty shef e shikojnë që çdo gjë është mirë, perfekte, çdo gjë. E din ke shërbimi që ka mungesa, ky u bë trend tani. A mund të më tregosh që si po gatuam, pa shumë pak, nuk do të marr kohë se jo. Unë me rezervime, me prenontime, punojmë më shumë, po edhe të rastit ne jemi gjithmonë të gatshëm, edhe nuk e vonojmë prapë. Për haq punë sa bëjmë, prapë do shkojmë mirë ta shohim ku gatuam. Po të thash që u vonova. Se do na digjet mish. Jo. Unë jam këtë pjesa e furrës, aty ke saçet ke ato, kurse nusja merret me pjesën e këtyre me zurina me zorët e këto. Tjetë zjarri. Ke byrek këto merret nusja. Unë merrem aty, ajo mi sjell, por ku kam unë mi sjell, unë vetë pjek. Ti pjek. Sepse ajo nuk mund ta reduktojë dot të thash. Ti dhe pjek dhe vjen shërben. Po normal.
Kam dhënë ndihmë në herë vinë fëmijët që më ndihmojnë të shtunë djelë ato që janë në shkollë, që vinë ndihmojnë. Po, se ke djalë nga shkollë. Po, kam 2 djemë dhe vajzë që vinë ndihmojnë. Ku kam flukse për ndihme të mëdha, vinë ndihmojnë. Ata janë vetëm për fundjavë. Po për fundjavë dhe kur detyrohen në herë marrë dhe leje, kur kam ditë lindje, kur kanë kështu. Se bete. Kur kam ditë. Po. Hajde se do të shmiqi. Na moj shpirtin e vlla. Djali 60 vjeçar. Kur vin tujt, kur vin tujt, thonë ky çka ka kërces, ato jam mësoj që i kim kështu, e kupton. Thonë ky ka. Ore ky thot çka halli ka, çka ndodhi që po i kemi shpejt. E kupton. Thonë ka çmend. Jo. Po çfarë po ndodh, po ti po i kemi shpejt ky. E kupton. Ktu është vetëm puna që s'le. Ta angazhon, tek një non, puna. Nuk të procesi punës, do shkosh ta heqish mishin. Pa, nuk është e lotshme. Ta thash, nusën, po e shkataroj edhe u shkatarua. Nga kam të losë, po me qa të bëjmë? Do ma jap shti zhjeti, se s'po e gjej formulin, qa të bëjmë? Si do unë kur bëm... Ta mbyll. A shërand. Ta mbyll. A shërand. A dorëzoham. Po detyrimet këtu. Mos fyt ose ne ke bangat që na kanë ferm fyt. Po, problemi është plus asaj dëshirët madhe dhe për të ruajtur atë që ti ke ndërtuar, janë edhe detyrimet shtetërore. Sa të duash, sigurimet shoqërore, po. Detyrimet me të drejtë, këto janë detyrime, se pa taksa nuk ka zhvillim. Këtu është vendi jot i punës. Këtu. Ky është mreti i tavolinës, që thonë, se mishi është mreti i tavolinës. Tani po kontrolloj këtë që tash, se këtë do kohën e vetë. Këtu ke futur, kjo është furra që pjek mishin. Po. Tu i liri është duke bërë? Po pregatic këtë kamjet për saqit, për kalastren. Për të vënë kalastren. Kërdem. Tani po ve porosin. Po. A i porosi qëtë kjo? Po, i porosin e vogë. Kjo? Po. Jo, thasë e the porosin po, e kam porosin në... A, jo porosi klienti. Ne kësa e tham kamje. Kamje? Kamje, kjo është varë, si mas larsi, si mas byreku do tjetër, kjo byreku do matull, se do temperaturë më të shpejt. Byreku do tjetër, mishje do ndryshe, e do më të madhe. Po, mishje do qik më të lartë, sepse do qik më shumë. Këtu a vinë turistët. Turista që pjekin, po kështu, mistra pjekët e? Po, jo, misa ja. Ja thonë dhe një. Edhe fli doja boja, po nuk e arrin do se si nuk i kemi në. Këtu po mishin prushe, bënë të kështu? Klientët, e? O, zgarë në madhë edhe do këtë. Jo, unë se du zgarë, unë e du kështu. Prush. Prush. Po. Në prush? Po. Ta sa do që ndroj këtu në saq? Si, e kërkon të klienti, do në kalaste sade. Po. Ato që tashun e donë të, nuk e donë të në furë. Po. E donë të në saq. Tani, do të alë këtu, edhe 1 minutë, se bëhet pak prushi, edhe nga bëhet në saq. Edhe... A ke saq i sa do qëndroj? Nuk qëndron shumë, po arsye se do skuqet ai, do nxehet, tani se ky është fillimi, se është shpejt. Do japi temperaturë nga lart, do bëhet prushi nga poshtë, e vendosa unë shumë pak. Unë do ta bëj këtë intervistë ulur me ty këtu, masa xhakut. Do të marr kohë, po s'kam çfarë bëj. Jo, nuk është gjë. Ky vend këtu është kastile për saçin? Po. Për saç edhe për grill. Me fjalë për zgarë. Mirë, këtu këta turistat që vinë tuaj këtu, mbas të zjarrit a e bie ndonjë poç raki këtu ose unë? Fatkeqësisht këtu jo, sepse temperatura është aty këtu. Po aty po. Se këtu nuk lejohet pish alkool? Jo, këtu jo. Po pse?
Sepse është vend pune. Është vend pune, A vend pune dhe bje prushjet e digje, shkudion, është vend pune. Kush aty po, 5 metra. Po mirë, atë mishin që ta futin direkt tu ke... E marrë këtu, në derras, në derraset kam. Jo, unë e du këshu, ta bëj me hi. E po me hi, me derras, ta marrë aty se zahash ke prushit, edhe dahash aty ke... Dahash jashtë, bine pje këtu vetë klienti. Po, hapat dera, shin. Po. Është hap. Ma nuk të bezdisin kur vinë edhe këtu që... Ja, ato më nimojnë. Krasi që më Unë po të pengoj. Pak. Ta të që... Me thonë drejtën, më ke pengu pak sot. Po i thuat mikut që më ke penguar? Po i thuat e mikut më pengove, sa të maroj porosin, ti e di shumë i gjonë të më, sa të maroj porosin, klienti është i pari. Klienti është mret ke lokale? Po. Miku është dhe miku familjes shoku im si jepi, po i pari është klienti. Pse, ka bëjt gjithë këtë rrugë. Që vjen të Mikut ka ko. Ti. Po. Miku do rri për dark. Do rri dhe për dark, kurse ai nuk ka ko. Do të hajë, do të... Është tradit kjo të garush? Pa. Tradit. Ky që ka mishe të nxerga të ftohtin, uj djesht ca. Po do dhe ku desh ku dalësh atje, sepse këtu ftofësh. Këtu ftofësh? Këtu është shumë ftohtë aty. Shumë freskët. Po ne do kish kujdeset, dhe marrësh 40 tjetër ku dalësh tash. Freskët. Nuk është kollaj bësh gjëra saçë? Unë kam trashëguar nga gjyshi. Ty se ke problem? Unë jam mësu. Gjithë të temperaturë, furr këtej vap, këtej nxehtë. E kam mësu. Blesë, ne kemi kushte kur bonin prindit e mi, gjyshet e mia, me fjalë. Kishim vështirësi të mëdha, tani kemi ne. Ata nuk gjeni në cop dru. Me pjekë që tani ka sap dush. Atëherë vendosin dy gurgje që... Po, qa, veshi ku të gjeshin cop dru, e si bo veni na, thash, e shpëzum, e sistem. Nuk gjeni cop dru, e kursa tani ka sap dush. Falë zotit, i kemi po. A është bërë saçi se më thej që më pengove? Më pengove. Sa ta po mërë brenda? Unë zakonisht, na që puna haqesh të atil, unë do 3 dhe im 4. Po, 3 dhe im 4. Në qofë se mu një implementimi tjetër, i fus paralel, përse heq njërën dhe tjetër. Ke parasysh se vjen gjithë klientët? Po. Ti si kuzhinjeri i ri në moshën 60 vjeçare. Se po të vijë për herë i gjithë klientët nuk s'ja përballoj dot, po shqyr zotit vin, çfarë ditë gatuash? Kjo është pyetja ime. Të thash, unë jam vetëm ke mishi. Ke mishi, mishin e qingji. Po, mish qingji, mish viçi. Ja, për shembull këtu tani. Po. Këto kishim e kanorën 2. Porosin, du mbrim viçi në furr. E thashën, të bëjmë sa që jo du më furr, po furr me dru. Se furr, po furr me dru. A furr me dru? Furr me dru. Ja, këto janë ato këçelat që thash ty. Se pastaj kam unë, se më fal, kam lënë të këtu se kam pastaj kam për të vënë byrek me saç. Byrek me saç? Po i bën gati nusja e ti vetëm sa i pjek? Po, unë vetëm sa i pjek. Gjithë këçelat, këto janë ato. Po, këto ndes furrën ti. Ja, këto punojnë. Në këto. Ku bëjnë rrugë këto që bëjnë shumë këçelat që i shkullin, ku bëjnë rrugë malje, kam bëjnë atë rrugën aty, i shkund, ne bëjnë aty, edhe i maj aty. Po, dhe me këto i pjek, pastaj nxe furrën? Me këto, me dru ulliri, që kam zonë kur krasisin, kam bëjnë një kështu tani, me dru ulliri. Kush është druja më e mirë për tjekur mishin? Se unë jam pak qefri mishin, me thonë. Ta them drejt, mi ulliri, nuk ka si gjo. Dru ulliri. Sekret. Qa shje jep mishit. A i që e kupton mishin. Po, pjesa e mishit ka të bëj për shembull që është i zonës i rritur në mal apo në fush? Shumë vështirë. Po hynë ke i temë tjetër prapë tani, jam fali minutë. Më dalove 5 minutë, kam kohë. Ke kohë? Kam kohë. Mishin mos na prishet? Jo, kam kohë 5 minuta. Që të gjej unë kalastrajt e mi që ta ashtu. Është pa mundur. Po të hajt barë pakën, e 2 muj, shkujve në ham barë 2 muj, marrë vitaminën D, zogu, atëherë i jep shije tjetër. Është pa mundur tani të gjesh viça, kalastrena, qingja, edhe këra. Ja, unë parashikoj, ta them shqip, dhe ja 2-3 vjetë. Do gjej. Sepse kisha një mikun tim këtu unë, a e tha e lirë, tha, hajde merri ato 5 qingjet e fundit, të shku t'i marrë nesër, se unë dhe i shesta, edhe 2 vjetë, unë hem që do gjej, për mas 2 vjetë unë do rëzohëm, për gjithë produktët.
Po ti më shumë shkon nëpër zonat rurale ku nuk ka dhe infrastrukturë rrugore, se këte që janë nëpër zona asfalti kanë... Ku nuk shkoj, në përfshatat e Librazhit ka punë. Dhe në Librazh për... Po, 5 mjesët shkoj atje me kjo që kam shok e miq. Ka që kam vite që njifem edhe me telefon, bëj gati se erdha. Po më thoje që mas 3-4 vjetesh s'do kemi mas furnizim për restorantet. Po, këto parashikojmë, që nuk do kemi. Flasim ato natyralen, flasim ushqimin natyralen. Dhe 2 vjetë, nuk e di, shesh shumë dhe ajo, pa të Pse e thua këta? Sepse për s'ka më njerës, ku do vej? Thash, ai miku im që merre unë që kishe delet, nuk kam fuqi më haj. Ti ndjek. Kjo për mua është katastrofë, sepse unë ati marrë djathin, unë ati marrë qumshin, që bëj kosin. A nuk është e rëndë ose tragjike, mund ta them unë, që të ma thot një person si ju, se jeni një sipërmarrës, mund ta them, ose jeni një pronar i një hani, dhe kur e thua ti këtë fjalë, po njerëzit po rreth. Këtë nuk e di, nuk ta shpjegoj dot të, po unë kur nisa këtë, që këtë investim, unë nisa këtë investim që do punsoj 5-6 familje direkt që të punsohan këtu, dhe 20-30 familje indirekt duke marrë produktet. Unë tani kam 2 bacën, shko dhe ke bacja. Kam 2 gjëra këtu që i kam për më shpet, po kam edhe tjetrën atje që... Sepse kjo është ajo që du t'i bëj, sepse nuk përdori. Nuk e di kur herë dhe t'i ajpe atje tokën e pleut. Ne kemi vetëm me ple. Po do ike dhe... Po ike baktit, ku do gjithë dhe pleun unë. Ta ushqej tokën me ple, bio, që thuti. Se dhe tani unë s'përdori, ne s'përdori, ta fatare të nuk përdori, vetëm me ple. Baktije. Po ike dhe baktit që po ikin, ka ikur. Ka ngellë pak, nuk e di pasanaj sa do bëhet. Do nga ngellë t'i gjek. Baje men të. Do nga ngellë t'i gjek. Vetëm ato së do nga marrin do të. Që një nuk da është duken ajri e pastër. Do ngellë të këtu vetëm ajri pastër. Këto mendoj unë. Këto shikoj, mas 5 vjetër. Po kjo fjale jote që jam këtu. Jam këtu se këtu do jem prap. A do ngellet? Unë do ngellet dhe sa kem në gjunjë. Ku të këpudëm, këtu do më gjesh prap. U ktheve në vend lindje, se po të marrë dhe ko. Po shkëllëzat, më falë se ka dhe kjo ato minutat e vetë, sepse... U ktheve këtu në vend lindje, të ndërtoje, të punsoshe vetë, punsoje të tjerë, tani keni ngellu vetëm ju pleqtë. Shkëllëzëm, ta thash një herë. Këtu ka ngellë vetëm pleqt. Edhe ata pleq, kam pagu sigurimin shoqërore, se kam qenë gjithmonë në rregull. Edhe ata pleq janë këtu me 80.000 lekë. Po të shkosh atje shkosh poshtë. Vetëm panatia është që ka më shumë, se mini marketi shumë pak punga.
Vetëm farmaci, po, ajo atje. Të 50 radhën atë ke farmacia. Për të marrë ilaçe Po. të më shkuarta. Kush do ishte mesazhi juaj drejtuar qoftë qeverisë shqiptare, qoftë të rinjve shqiptar? Të thash për të rinjt, deri vjet, kisha një, ato i thoja ktheuni, dhe ja dalim, ktheu. Tani nuk e them dot, se ja thoja edhe të mive. Tani nuk kam gojë, sepse kam frikë se ndosha do t'i zgënjej. Se dy gjëra kam, atë nuk du të zgënjej njëri, edhe mos vlerësimin, mos ma vlerësojnë. Aty më ofendon, nuk më vlerësohet puna. Edhe të rinjt, nuk dua që të po nesër persona që o zotëri, hajde na ma tani këtu në punë. Nuk e them dot, s'jam unë di ma i shpitime, se mi shpritës, për nuk më të garantoj dot, se s'ja dalë dot për vetë. Nuk nëzirë dot mu i vetë. S'ke fjalë. S'ka fjalë. Tash, fjalët e mia thash, vetëm njerëzit që më ka dhënë, që më ka marrë, mu më ka marrë klientët. Deri tani, vetëm ata më kanë marrë, thonë, faleminderit, lumshi durt. E thëmë, bëri nusja. Nusës të zonjës, se s'para dele. Mu më ka marrë vetëm klientët. Njerëzit, këta më ka marrë deri tani. Flasë për këtë puna, kurse këtu, këtë vend nuk e lë. Flasim për punën. Po këtë vend nuk e lë. Vendin se Ja, nuk e lë. Nuk e lë që këtë vend. Edhe si kur pritet energjia, elektrisë, sa do që i kam vënë në panelet, ti nuk e ke pa, se unë kam vënë panelet diellore, ato ekosistemin, natyrën, e pyllë, gjithashtë bjellë për dinë e pentjalo brezave, po brezave tanë. ta lësh brezave 60 vjeçar, se ku s'ka tjetër. Po inshallah, po i prishet për në njërit, di. Dhe dhe jabë dhurat. Po së majtë në fëmit e mi. Po, këtë nuk e lë. Nuk i lë ferrat, do t'i pres për ditë. Nuk e lë ta mushin ferrat edhe. Do punoj për ditë. Sa të kem fryrë? A mendon se mund të ketë një politik për të shpëtuar këtë që po ndodh? Shkëllxan, që thash dhe herë. Ka shumë gjora, por nuk ndërhy dot atje. Ka zgjidhje sa dush, sepse këtë vend që është këtu, ky vend, t'ishte ndiku me vend tjetër, do ishte ndryshe. Mu vin nga llojxhat, se po bëj shumë marketing unë. Më them këtu, më vin o sa bukur që ka, o sa vend i bukur, o sa qetësi, o sa ajër pastër. Shqiptarët e Maqedonisë vinë llojxhat, me pushim vinë pin kafe. Në kafe pim, do donin të ta hanin në ushqimin, por ne kemi të paguar atje. Do të vinë pin kafe, edhe sillin njëri mbas tjetrit, vinë nga Llojxha, vinë një orë me makinë, thonë pin kafe vendi, ose vini qetë, ose vini ajri pasë tash, ajri. Ç'a të bëjmë tash? E kuptove? Po ti isha në Maqedoni, ose Maqedoni. Po ti në Shqipëri, ku firin tjetër shqiptar, se shqiptar janë. Do kisha lehtësira më shumë. Pse? Do kishte ma shumë, nuk e di ku calon, do kishte ma shumë politika supporte, si i thonë ju, shtetje. Më dhe i kredit but nuk e marim do të splicoj do të kriteret. Thotaj plakë, vinë vlerësojnë banka këtu, ta vlerësojnë me 10% të vlerës aktuale, që jo i është investu. Zdu të hyke politika, ishe i politikan, para shumë vitesh, para 20 vjetësh, doli me sloganin ullinj, milli ullinj. Bamune, vija nga kraba, tira me makinë. Punua dhe kam qutë, do të qërej dite, ku të vish, do të qërej kam në bloku Luisër, unë i kam gjithat mjetë. Ato vaj, këto i kam gjithat mjetë. Ulli bamun, punua dhe, ulli. 1 hektar ullishtë në kodër, hapë rrugën me traktor. Që të shkoj atje. Ku ta qoj vaj, ngeli stok. Po ta boj unë pytën tyne. Bujtina, tu kam 10 vjetë hani lirit, që kam hapë. Si hapë. Hani lekës kam pavë nga si e bujësisë, dhe hani lirit. Qatë vaj e mentin, thashën të fund farë ngeli e që theti. Hanun, o burë, tura unë, 10 vjetë, punoj, ta boj këtë. Ka ma shumë se 10 vjetë, po 10 po temë. Që ta vej këtu, arrita këtu, e arrita qëllimin, arrita i den, ja të është. Si që më pyte këti ku është, këtë politika më thëti, apo jo?
kishte ta. Ja, molla vërit aty ka ngel vajti. Unë kam vajtin tim restoran në Mbollë ullin. ngelet. Edhe ngelet edhe për Ngeli citu. vaj. Bëre hanin. Bëra ngeli hanit në ja pes. te ke hanin. Miqtë e emisionit për të traditës ishte një intervistë kaq e këndshme me zotërin i cili fjala e parë e tij thot jam këtu. Edhe pse ngriti 1001 probleme, sërish ai nuk dorëzohet. Dhe pa e thënë me fjalë, por e la të nënkuptohet me fjalën unë jam këtu, unë doja të thojë të gjithë të rinjve shqiptar që edhe unë jam këtu me këta, edhe ju jeni këtu. Dhe miru takofshim në emisionin e radhës.